shkalu nona tona. Kërkush nuk janë shkalën ato ose vrasjet e grave, kërkush na bashkëndjejmë për domethënë ato vrasje që ndodhin, nuk do të mendova, Mirë po, ose kërkush nuk e cek vetë vrasjen e burra për shkak të presionit të grave, që bëhet, kërkush nuk e cek këtë sen. As në media, as në për debate, kërkush nuk e cek presionin shoqënor që i bëhet mashkullit barë për familjen, kërkush nuk i cek të sen, heq. Kej domethënë debatet, veç pak dhe përfundoj, kej debatet, çdo sen është e lidhur për femnën, çdo sen është e lidhur domethënë veç për femnën, kërkush nuk fol për meshkujt, kërkush nuk fol, shumë pak fol domethënë për vdekjet e burrën në për vendet punës, 100% e vdekjeve në për vendet e punës janë për meshkujve, për shkak se meshkujt punojnë punë të rënda. Femnat i këna lonë për punë më të lehta. Femnat e kanë punën më tronë, kanë me rritë fëmijët, kanë është shumë. A vëdin se gjithë shka pe lidhin të pjesa e fëmijëve, në rregull për unë e kuptoj angazimin të fëmija është e përbashkët. Ama tash do të me kuptu një gjë, është proces natyror. është proces natyror, le del femna, le të punon, unë e porri me fëmijë. Le ta më kupton. Le me provu. Nuk e di unë cili mashkull nuk kujdeset për fëmijën e vet. Nuk e di unë nuk kam dëgju meshkuj që nuk kujdesen për fëmijën e vet. Po, kjo që e tha Gjetja bilesë shumë e vërtetë sepse gjithmonë sidomos mentalitetin ton është dashur gjithmonë mashkulli me marrë atë barrën e familjes edhe me qenë, po ende është presion i madh. Është shumë presion i madh që i bëhet meshkujve. Po. Për që ata meshkujt, ka meshkuj që punoj me 2 ndrime vetëm për mi afru familjes. Po, patjetër. Për mi afru familjes, domethënë ata që... Po nuk është që na po ju parashikojmë se po ja hupëm juve munden. Nashta ti ju, se umit ato e cek që cene njëjtë, nashta ti ju, mirë po ka femna shumë në shoqërinë tonë, të cilat ja hupin krejt. Me gjenetën, unë nuk po mujnë ashtë edhe me komuniku shumë këtë pjesën e kësaj këtu për arsye që gjeneta e të po niset pi personale. Ka jetën e programume. Nuk është personale. Ka jetën e programume. Po ti dush me holum tu pak, ti dush me holum tu pak. Ajo funksionon me program. Mirë, po ti ke mundësi. Unë e kuptoj shumë mirë. Nëse ti e shes që personi në fjalë nuk është personi ideal i ëndrave të tua, e ki të drejtën me jap fundin e lidhjes, sikurse që tha vajzat e Po dush më mënu pak, mënu tash se për divorc se dina që një parë në femnat. Mirë, po dush sidomos kur janë fëmijët në mes, ti nuk mundesh me prish lidhjen vetëm aj. Unë prapë e them Gjeneta, unë të kuptoj ty shumë mirë se ti jetën me një vend që e ki jetën e programume. Ti edhe bashkëshorës ty, edhe nuk i vakt me u marrë ti me çështje tjera, se keni kohën, keni më shkum pune, është një jetë pak më ndryshë atje se sa këtu të na. Nuk e besoj. Me të vërtetë, sepse unë kam jetuar e kam marrë moshën 21 vjeçare në Mërgen, edhe unë e di se ç'është funksionon në Kosovë. Nuk është